Drejt për drejt, një faqe e çuditshme është shfaqur ditën e djeshme, një faqe interneti që e ka marrë opinionin publik, veçanërisht përdoruesit e rrjeteve sociale dhe të internetit, pak pa përgatitur. Do të flasim për këtë temë, mbi të gjitha për dosjen Edi Rama. Nuk është më dosja shqiptare, është për te madje mbi të gjitha, nëse referohemi edhe fjalive të para të asaj faqe, atij website-i, dhe asaj dosje në fakt duhet thënë për Edi Ramën, është kjo që po shikoni në këto momente në ekran, miq të dashur. Një nga pjesët e para është mbi të gjitha shpronësimi i çuditshëm që bënte kryeministri. Për këtë kam Gent Strazimiri, Bletikasmin gjithashtu për të folur për ndoshta paketimin, dosjen e Lam të Mirës, çfarë drejtje është kjo që është shfaqur dhe mbi të gjitha pse pas kësaj qëndron një miks midis ndërkombëtarëve që njihen si të majt, ndërkombëtarëve që njihen si të djathtë. Mirëmëngjes njërë të dyve. Mirëmëngjes. Besoj e keni parë njërë, dua një koment nga të dy për përshtypjen e parë për dosjen Edi Rama.org. Fillojmë me Strazimirin, më pas Kasmi. Asnjë habi. Çfarë do lloj dokumenti që të dalë kemi kohë që e themi. Çfarë do lloj gjëje që të dalë nuk është mua e panjohur. Në një pikpamje, Edi Rama nuk e ka gënjur kurrë këtë popull, këtë do ta themi hapur. Ka qenë brutalisht i sinqert, i drejt për drejt, brutalisht i vetë caktuar si kalifi në këtë vend. Lideri shpirtëror, pronari i tokave, pronari i gjithçkaje. Nuk ka ndodhur dje, nuk është gjë që nuk e dinim, ka 14 vjet që ndodh, ka qenë vitin 2013 në këtë mënyrë. Me dajrë ndorë, nëse e mbani mend, e mori pushtetin, në këtë mënyrë e mbajti, duke atë sistemin duke i shkelur me këmbë sistemin e patronazhimit me miklime dhe me presione, dhe çdo gjë ka qenë, nëse ka pasur një gjë që ka qenë transparente, ka qenë lidhjet e tij me krimin, duke i kandiduar në kuvendin e Shqipërisë, duke i mbrojtur mbasi ishin kapur në flagrancë dhe duke i mbrojtur dhe më pas, duke i vendosur në pozicione politike, megjithëse të detyruar të jepnin dorëheqje nga kryetari bashkish apo nga deputeti, ka vendosur drejtues politik në porçarçe. Domethënë, dosja e Edi Rama është një dosje që askush nuk gjen dot një faqe që shqiptarët mund të thonë nuk e dinim që ishte. Po, ka një të vërtet, për fat të mirë shërbyen Flamingot, ende se kuptoj sepse pas kemi që një popull shumë shpend dashës, se nuk e di domethënë se si ta shpjegoj ndryshe, ishte me sa duket pika që derdhi gotën. Shqiptarët tashmë janë në shesh dhe unë besoj që ka nisur një proces i pandalshëm. Unë besoj që sado që po përpiqen duke investuar pare të mëdha, ata që siç thatë ju dhe ekstremi majtë e kundërshtar ndërkombëtar, tashmë se çështja është ndërkombëtarizuar, sado që po përpiqen ta kthejnë një valle dyshe me një kryengritje në pallat mes pinjollëve të Sorosit dhe kundërshtarëve, unë nuk besoj se do t'ja arrijnë dot. Tashmë shqiptarët janë në rrugë, janë që të gjithë, të majt dhe të djathtë, janë bile më agresiv ata të majt që kanë votuar vazhdimisht Edi Rama, kështu më rezulton mua të paktën, dhe që refuzojnë të dorëzohen përballë tij pavarësisht thirrjeve që her pas here japin ose që ja vënë në gojë në mikrofon kundër dhe opozitës shqiptare apo leadershipit të saj. Unë mendoj që nuk është një gjë që kthehet më mbrapa, siç u thash, unë nuk besoj se është diçka që mund të kanalizohet në një kryengritje në pallat ku Edi Rama të vazhdojë të qëndrojë në zyrë, të qëndrojë i bindur tashmë, i dobësuar, i friksuar dhe me një kërkesë falje ndaj padronit të tij që është Soros. Okej, Kasmi? Atëherë, në lidhje me faqen e re që ju cituat më lart, unë jam plotësisht dakord me atë që tha dhe Genti, që të gjitha janë thënë, të gjitha janë të deklaruara më përpara, por Po, kjo vlen për publikun shqiptar. Kam përshtypjen se Edi Rama files.org nuk i drejtohet publikut shqiptar. Pikërisht, këtë do të thoja tani, që tashmë e para Rama ne nuk i dim të gjitha aferet korruptive të Ramës, sepse ai vepron në një mënyrë shumë sekrete, e konsideron shtetin si pronë ti, e konsideron veten si sundimtar në të vend, dhe është shumë e vështirë që të zbërthehen të gjitha aferet korruptive të Ramës, sepse janë mekanizma shumë të ndërlikuar të korrupsionit dhe të aferave mafioze. Por kjo dosje ose kjo faqe që ju thatë ka një vlerë, ka dy vlera të veçanta për mendimin tim. E para, vendos përpara përgjegjësisë SPAK-un,
sepse nuk mund të thotë më që nuk ka dokumenta, nuk janë këto dokumenta, nuk ekzistojnë këto afera. Aty janë të gjithë dokumentacionet që do vendosen në lidhje me aferat korruptive të Ramës, dhe kjo vendos përpara përgjithësisë SPAK-u nëse do të vazhdoj të hesht, apo do ta marrë Ramën si të pandehur, apo do ta marrë dhe të thras për gjithë të aferat, sepse me gjithë këtë mal korrupsioni, me gjithë këtë mal krimi, me gjithë këtë mal pastrimi parash që bëhet sot në Shqipëri, ne nuk kemi dëgjuar asnjëherë të vetme që Rama të rritet në SPAK. Megjithse, Rama del kudo dhe në të gjitha dosjet që janë në lidhje me korrupsionin, krimin, kartelet e drogës dhe pastrimin e parave. Pra, kjo faqe në një farë mënyrë e vendos përpara përgjegjësisë publike SPAK-un, dhe nga ana tjetër është një shërbim që i bëhet edhe komunitetit dhe partnerëve tanë